për shumë fshatra. Po, a ditë kur ka hi këfori... Ku të gjeti dita e lirisë? Dita e lirisë në Prishtinë, në Shpe. Në Shpe? Po. A mrive me shku në Kolovic me fotografu hyrje? Ato tani kret i kam pamjet, kur ka në ardhën të hani dirit, këfori, të medreseja, që kanë medrese që kontrolun, në Kolovic të qendra, po shtabin... Hyrje në UQK-s? Hyrje në UQK-s të ezil në Hajdini, se kishë shtabin edhe në altë jo pjesa Kolovisës. Në Kolovic, po, aty hinë remi me... Me ata, edhe i kisha thuj se ketë një përmledhje në gjarje, pamërsisht të rëziqeve që ishin. Pa dalë për Kosovë heq? Pa dalë për Kosovës, po rëziku vazhdoj. Ridvan, kanë kalu shumë vite dhe ti sëresht së punori akoma me shënon çdo gjë. A mendon se fotografia mund të ndryshoj rrjedhën e historisë, apo vetëm ta dokumentoj atë? Jo, nëse analizohet në mënyrë të mërthirë, e kam fjallën, edhe t'jem pa anshëm, sigurisht që dokumenton historinë. Vetëm historinë vërtetën edhe mund vërtetën. Mu më vjen shumë keq që shumë thashe thëme ose çka të tilla që pse në të flasim kër i kemi pas argumentet. Cila fotografie juja mendon se e përfaqëson më mirë dhimbjen e rezistencës Kosovës? A kini fotografi të veçantë, apo kompleks fotografish? Gjdo herë ka pas ngjarje të veçanta, thash edhe nështë edhe në fillim, po... Në një ekspozit, cilën do të vëje në këtë kuptim të parë? Do të flasë edhe për ekspozitat, që se ndoshta e shumë e zgjata, po do të flasë në mënyrë kronologjike shpejt. Fotografin që ka qenë e fort është James Rubin, vitet 91 kur e viziton Kodrën e Trimave. Që ma vonë gjatë bombardimeve James Rubin ishte zëdhës i shtëpisë Bardh. Kur tash edhe në Hagë. Shpresën kryesore kishim qafisni, edhe tash në Hagë e tha të vërtetën, në foli tamam si. Kështu në një në mirë për shumë fotografi që janë ikonike. Hapja ambasadës amerikane, kur zyrtarisht vërditet flamuri amerikan, që është Ibrahim Rugova me Eliot Engel ngritin e flamurit. Menzi saj që vjenë. Shumë është ikonike që duhet ta kuptojmë që ngritja e flamurit zyrtar është taj. Që fatmirësisht tash në këtë qershor i bën 30 vjet. 3 dekada kem diplomacia amerikane që ditën kemi në familjen Adem Jasharit, shtëpi tash e kisha ekspozitën për epopojnë e UQK-s, kishim në hallin e Kuvendit, përmes Institutin për krimet luftës që është. Ke pas shumë fotografi aty? Po, në shtëpinë e Adem Jasharit. Shtëpinë? Po. Ashtë ato i kemë kanë qenë 8 fotografi pa publiku. Kam shumë, gjona pa publiku, po do t'i lëmë gjithmonë rrjedha. Tash, fatmirësisht, ata që thatë ju, edhe qendron historinë, është tash e kemi institucionin, e kemi shtetin, është instituti i krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë, e kemi në vendin ku duhet t'i dërgojmë dokumentet, argumentet. E kisha pyetjen e radhës, kjo arkiva jote, ku ruhet? Kjo tash për tash në Shpe. Në Shpe? Po, e falenderoj ashta lejohet falenderim Ministrinë e Kulturës, që viteve të fundit kanë hapë zemrat, kanë timu me disa projekte për digitalizimin. A ekziston arkivat fotografike të Kosovës, pequj, arkiv fotografik, i fotografive? Ja. Ja. Jo, nuk ekziston. Ku me ndoni me i pequj, me i rujt, me i arkivu, me i stivu, me i... Unë e mendoj që një numër shumë të madhë, unë e thash të Instituti për krimet luftës. Atë instituti se nuk është për krimet e kryera gjatë luftës. Se luftën nga kam prunën edhe krimet ma përpara që përmen edhe Vitan Brestovsin. Ne përmen edhe dëbimin nga shkolla, nga puna, edhe kjo është dhunë. Si ka ndryshua roli fotografisë para luftës dhe pas luftës në Kosovë? Po, thëmë, këtë në varet që se e vlerëson, unë tash më si punoj në media, se e vlerëson vetë media. Sa e do t'jep rëndësia sa e fotografie. Po, jemi një kohë pa kohë, nashta të vlerësimit. Se njerëz nuk e kuptojnë që fotografia ka vlerë, po i bën disa fotografi, ishtë një fshin edhe nuk i ka ma.
unë i mundumi edhe të mirën edhe të keqen, dhe ajo fotografi që nuk më ka dalë mirë teknikisht, unë e kam trujtën. Ridvan, ju jeni vërtet dëshmitar përmes syrit fotografike, artistike, të historisë sonë për një 3 dekada, 4 gati, Gati, 4. Ilyas Bylukbashi apo? Po. Hazireka, Enver Bylukbashi, juve, do më thonë, jeni disa që në këtë drejtim jeni historia vetë, jeni dëshmi e historisë dhe. Për ata që ta t'ju me mbulu, se cilit tash mundohemi të bëjmë një arkiv individual. Individual, po bukur, do t'ishte mirë me pas një vend qenë ka ajo, po unë mendoj që në arkivat e Kosovës duhet ishte, mendoj, i veçantë, një sektor që merret me fotografin, si dëshmi vizive e parë, kështu në... Sa ndjehesh i vlerësuar për kontributin që ke dhënë deri në sot? Bëhemi sinqert, jam falenderues, më respektojnë gjithë, pavarësisht që janë në rrethana atje momentet ku pas kohë, po edhe ata njerëz kur flasin, unë shpeshherë që analizoj që s'kan të bëjnë me punën tënde dhe megjithatë ata që njohin punën tënde. Edhe shumë njerëz dhe shumë qytetar, jam shumë falenderues. Përshëndetin, takohemi, besa e lypin edhe këshilla ka herë, unë jam i hapun. Mja 20 vjet apo 40 vjet, realisht pibjen punë në këtë lëmi, Po. I ke. Po, shtur. Çfarë këshille kishe më dhënë të rive që duan të merren me fotografi? Sparit, profesion duhet ta njofsh, ta respektosh, edhe ta duash. Pse? Nëse e njeh profesionin, sigurisht do të përkushtohesh më shumë, do të përkujdesesh më shumë. Edhe në momenti kur të përkujdesesh, edhe çdo asaj e kupton që vlerën dhe rëndësinë e ka një peshë shumë të madhe, një rëndësi shumë të madhe fotografia. Se secili person tash unë e fotografon, po kur ti humbit tafërm, më dashurit e vet, e kujtojnë përmes fotografisë, e shohin. Mos tash nështë prap një digresion të vogël, të marrëm familjen Marubi. Na do të jem falenderues ndaj tyne, se herojt tanë, Isa Buletinën se kom taku, nëse njoh. Po përmes fotografisë, ati fotografi. Na vjen... Përmes ti na njohëm historinë, e njohëm figurën, e njohëm patriotizmin, e njohëm këtë. Edhe unë mendoj që pesha e fotografisë e ka vlerën e vetë dhe shumë të rëznashtë dhe të veçanë. Familja jote përbëhet prej? Tash 4 antarë, familja ngusht. Zonja? Zonja edhe 2 fëmijët. Që i kanë emrat? Mihanja. Zonja? Po. Arvanita, vajza. Jonian djali. Arvanite, vajze bukur, Jonian djali. I të shqipësim e të qapojnë prej këtu, kush kanë qenë mbështetja jote më e fortë? Këta? Ta, në kohën e fundit, nështë unë e si këmë darë me o kanë ma për media, po për mu, për fillim dhe për kushtet e vështira që i përmena gjithë ato në gjarje, kanë qenë familja. Vështira, ka pas Mihanja me ty? Po jo. Sa në malë, sa në rrugë, sa jo, se kështu të shpia ke qenë i urtë, sigurisht. Po sigurisht se tanë ditën të vrapu në shpi i urtë. Nëse do të përkufizoni me jetën tënde në një fotografi, çfarë do të përfaqëson të ajo? Nashta shumë. E maron një fotografi edhe qaqet aty? Qaq. Ndashta se unë që da thash fotografia ka shumë lirë. Gjdo detaj, gjdo hije, vetë emri fotografisht përshkrimi i dritës. Ta shohemi të vështë kërkojnë një dritë dikun edhe të bëjmë një fotografi. Do t'ishte një dritë. Besoj. Kjo fotografi do t'ishte një dritë. Ridvan Sillova, në një emision me për ta fanë dhe për ta dhënë të tërën, kam pas dëshirë me të pas musafir që të bisedojmë jetë dëshmi e kohës, dhe të falinderit ty edhe gjitha tyre që jetën tonë në këto 40 vjetë e kanë shënu se goxhan e histori kemi qenë të mangët në të shenjorit e jetës tonë, në të gravuarit, qoftë në fotografi, e besa dhe në të shkruar edhe na i kanë marrë të tjerët që nga antikiteti deri më sot, na duhet shumë punë me qindra vjetë
që ta vërtetojmë se na jemi Pellasgo, Iliro, Dardanet, shqiptarët, kështu me radhë. Ju keni bërë shumë në të evidentuarit, në të dokumentuarit e jetës dhe historisë tonë për këto vite. Shumë faleminderit. Faleminderit. Faleminderit.